Dasma shqiptare paraqet. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të këtij kanali. Ju uroj të jeni mirë kudo që ndodheni. Sot pas shumë hezitimesh, u mbusha me mendje që të ndaj me ju një histori nga jeta ime. Është një nga ato ngjarje që të mësojnë se njeriu nuk duhet të gjykojë asnjëherë nga pamja e jashtme, sepse nuk e dim kurrë se çfarë lufte po bën tjetri brenda shpirtit e tij. Është një histori e vërtet, një ngjarje që nisi me inat, por përfundoi ashtu siç ju a mërmendja juve, shumë mirë në fund. Vazhdoj me heshtje dhe kulmoj me një sekret të madh gjatë një udhëtimi. Një sekret që lidhet me motrën e bashkëshortes sime, pra kunatën time. Gjithçka mes nesh nuk nisi me fjalë të ëmbla, përkundrazi, filloi me një inat të pashpjegueshëm dhe një ftohtësi që të ngrinte gjakun. Shumë kohë para se unë t'i vija unazën grua sime. Në fillimit e lidhjes son, motra e saj ishte hapur kundër meje, ishte skeptike, e ftohtë si akulli dhe e shprehte hapur në familje që nuk ishte dakord për këtë martesë. Me shihte nga lart poshtë, gjithmonë me një hije dishimi në sy, sikur të isha një njeri që kisha ardhur për t'u prishur jetën. Nga ai moment mes meje dhe saj, lindi një urrëtie e heshtur, një mur që nuk kalohej, dhe gjithmonë doja ta shtija në dorë. Sa herë që gjendeshim në të njëjtën dhomë, ajri bëhej i rënd. Përplaseshim me fjalë për çdo gjë, nga gjërat me pavlerë e deri tek vendimet e mëdha të familjes. Asnjëherë nuk binim dakord për asgjë. Unë e shihja si mendje madhe, si një arrogante që donte të kontrollonte jetën e motrës së saj, ndërsa ajo më shihte si një armik. Por koha kaloi dhe kur erdhi dita që u caktua data e dasmes, u bë e pashpjegueshme që të kalonim kohë bashk. Përgatitjet donin njerëz, veprime, blerje, dhe ajo, si motra e madhe e gruas sime, ishte gjithmonë aty. Një ditë shkuam të gjithë së bashku për të zgjedhur fustanët e dasmes. Unë rrija i ulur në një koltuk në cep të një salloni të madh, i lodhur dhe i heshtur, duke pritur që gruaja ime të provonte fustanin e bardhë. Atë ditë kunata ishte veshur për mrekulli. Kishte një pamje të rëndë dhe një elegancë që të impononte respekt. Gjatë kohës që bashkëshortja ime ishte mbyllur në kabinë me shitësit, motra e saj filloi të provonte veshje për vete. Dhe këtu ndodhi një moment që unë nuk e kuptova atëherë. Dilte nga kabina e veshur plot shije dhe vinte vazhdimisht tek unë. Si të duket kjo ngjyrë, më pyeste ajo, me një zë që nuk kishte më atë ironinë e vjetër, por kishte një zë të ëmbël. Mbaj mend një çast aty në dyqan, ajo më thiri drejt kabinës së saj. Kur u ofrova tek dera që ishte gjysmë e hapur, syt tan u takuan në pasqyrën e madhe. Nuk ishte më një shikim inati. Ishte një shikim i lodhur, por një shikim i thellë, sikur po kërkonte ndihmë, sikur donte të më thoshte diçka që fjalët nuk mund ta shprehnin. Ajo bëri një gjysmë buzëqeshje të trishtuar, uli kokën dhe mbylli derën. Dhe ky gest më mbeti në mendje dhe thoja me vete se diçka po ndodhte, por çfarë, nuk e dija. Pas dasmës son, gëzimit dhe zhurmës, ajo u largua, iku në Angli dhe unë mendova se me atë largim çdo gjë do kthehej në normalitet dhe do të shpëtoja nga tensioni i saj. Por 6 muaj më vonë, ajo u kthye për pushime. Ishte mesi i gushtit, kishte një vap që të merrte frymen. Gruaja ime donte që të shkonim diku, dhe motra e saj na propozoi një udhëtim të përbashkët në Greqi. Para se të niseshim, ajo erdhi të qëndronte tek ne në apartament për një javë. Ajo javë
ishte mbushur me një mister të papar. Ajo sillej në shtëpi e heshtur, shumë e menduar, sikur mbante bisupe një barë të madhe. Sa herë që unë hyja në dhomë, sytë e saj më ndisnin, ishte gjithmonë e pranishme, dhe sa herë që vështrimet tona kryqëzoheshin, unë ndjeja një peshë dhe një mesazh të pashprehur nga ajo. Dëgjues të dashur, e gjitha ajo situatë më krijonte një ankth dhe një kuriozitet të madh. Mendoja, çfarë ka kjo grua me mua? Pse më shikon ashtu? Çfarë do të më thotë? Një mëngjes, kur mbetëm vetëm në shtëpi, pasi gruaja ime kishte dalë për të blerë diçka, shkova tek dera e dhomës së saj. Ajo po shikonte nga dritarja. E shoh që je shqetësuar, i thash, duke munduar të thyeja akullin e atyre viteve. E shoh që po fsheh diçka. Çfarë ke, ma thuaj? Ajo nuk u kthye nga unë, vetëm shërëtiu dhe tha, çdo gjë në kohën e vet. Kur të jemi larg nga këto, ndoshta do të kem guximin të hapem me ty. Ato fjalë më lanë pa gjumë. Çfarë donte të thoshte? Kur mbërritëm në Greqi, pas një rrugë shumë të lodhshme, vapa dhe lodhja kishin bërë të vehten. U vendosem në një hotel buzdetit. Unë me grua në njërin dhomë, ajo në dhomën tjetër, pak me tutje në korridor. Bashortja ime raskapitur nga makina sa po bëri një dush ra për të fjetur. Ra në një gjumë të thellë nga ata që nuk dëgjon asgjë. Unë dola në balkon të merrja frym. Ishte natë e qetë, dëgjoheshin vetëm dallgët e detit. Koka me zjente, fjalët e saj që më kishte thënë, kur të jemi larg nga këto, do të hape me ty, me kumbonin në vesh. Nuk durova dot më, e kisha ndar mendjen dhe duhet të dija çfarë fshihej pas atij inati, pas atyre shikimeve dhe pas asaj sjelljeje misterioze. Dola nga dhoma ime me kujdes të madh që të mos zgjoja gruan. E mbylla derën pa bërë zhurmë. Korridori ishte i heshtur, zemra më rrihte aq fort sa nuk e dija çfarë më priste pas asaj dere. Hapat e mi mbi tapet as që ndiheshin, po esja lehtë dhe arrita përballë derës së saj. Ngrita dorën dhe trokita lehtë. Në fillim heshtje, por unë trokita përsëri. Pas pak sekondash, dëgjova Chelsin që u rrotullua. Dera u hap ngadalë e ajo qëndronte aty, e veshur thjesht me sytë e skuqur e të enjtur, sikur kishte qarë me orë të tëra. Pamja asaj me goditi si rufe. Ku ishte ajo gruaja arrogante dhe e hekurt që kisha njohur? Por unë kisha përballë një njeri të thyer. Me bëri me shenjë të hyj brenda dhe mbylli derën pas meje me shpejtësi. Ul në cep të shtratit, mbuloi fytyrën me duar dhe shpërtheu në një të qartë të heshtur, nga ato të qarat që të coptojnë shpirtin. U afrova plotësisht i habitur, ula në karrigen përballë saj dhe i thash me zë të ulët, çfarë ka ndodhur, çfarë është ky sekret që na solli deri këtu? Ajo fshiu lotet, ngriti kokën dhe më shikoi drejt në sy. Ai ishte momenti që theu gjithçka. Gjatë gjithë këtyre viteve, filloi ajo me zë të dridhur. Unë jam sjell si njeriu me i keq me ty. Të kam shfaqur inat, të kam përbuzur, të kam mbajtur larg, por sot duhet ta dish të vërtetën. Unë nuk të urrej aty. Unë kisha tmerr nga frika se mos të ishe si ata burrat e tjerë. Kisha frikë se mos t'i e lëndoje motrën time, ashtu siç me lënduan dhe ma shkatruan jetën mua para shumë vitesh. Një histori që as motra nuk e di të plot, më tha ajo. Unë dëgjoja dhe nuk u besoja veshve. Vazhdoja ajo duke më thënë, kur unë jetoja jashtë, nuk isha mirë. Rinia më shkoi shumë shpejt. Njeriu që doja dhe që kisha pranë në ditën time më të vështirë, kur kisha nevojë për te, me ktheu kurrizën dhe iku. Me la që të përballesha e vetme.
Kur dëgjova që motra ime do martohej, u betova që nuk do të lejoja kur që ajo të përjetonte atë braktisje si kuron. Prandaj të vura në provë, të dola kunder vetëm për të parë nëse ti ishe vërtet burri që do i qëndronte pranë në të mirë dhe në të keq. Ajo nxori nga sirtari një dosje të vogël dhe më tregoi edhe fotografit që kishte qenë lidhur me një djalë më përpara, që në fakt unë e njihja, prandaj ajo kishte frikë se mos unë isha si ai. Ajo me të vërtet kishte kaluar një kohë mjaft të vështirë pa i treguar askujt në familje që të mos i mërziste. Përse mi thua këtë gjëra mua tani? E pyeta me një zë që nuk më bindej. Ajo buzëqeshi dhe më tha, sepse e pash se si e trajtove gjatë gjithë këtyre viteve motrën time, pash durimin tënd, pash që ti nuk je si ai që kisha unë. Dhe tani që unë jam mirë, dua që të them diçka, dua që të lë diçka në mirëbesim. Ajo ngrit dhe mu ofrua mua, ma mori kokën e duart e saj të ftohta, me puthin e faqe, e pastaj u ul. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.